KZ-ja ka pas për detyrë me u bë kushtet realisht ekipeve të numërimit, po vrejen që ka pasur disa, po e thënë parrekullsi, lajmin për fillimin e hetimeve nga policia, domethënë nga prokuroria, që do të filloj së shpejti sigurisht. E kam marrë nga mediat, deri më tash nuk kam kontaktuar askush lidhur me kesh menaxhimin ose e votave në qendrën komunale të numërimit. Ka apo s'ka fakte, nuk e di. Ne kemi menaxhuar me qendrën e numërimit si Komision Komunal i Zgjedhjeve. Gjatë periudhës sa ka funksionuar qendra komunale e numërimit, nuk ka pas asnjë ankesë as nga kandidatët, as nga subjektet politike. KZ-ja ka pas për detyrë me u bë kushtet realisht ekipeve të numërimit, edhe kushtet teknike, kushtet gjitha, domethënë me ngroje, me tavolinat numërimit, me vendosjen e tastierave të kompjuterëve, pastaj të televizorit për vëzhgues. Si KZ nuk kemi vrejë që ka pasur ndonjë parrekullsi. Thash edhe më herët, as nga ne, po as nga subjektet politike, gjithsesi kandidatë edhe vëzhguesit nga subjektet politike. Pas rinumërimit që është bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në postë po vrejen që ka pasur disa, po e thënë parrekullsi ose të cilat nuk i kemi vrejtë.